Allah shpërblet hoxh pyetja radhës. Asalamu alaikum hoxhë nderuar. Disa motra dhe vëllezër hapin profile të rrem dhe u shkruajnë vëllezërve që janë të martuar me nikah ose që nuk janë të martuar, vetëm për t'i mashtruar ata që komunikojnë me këto profile. A kemi të drejtë mos t'ua bëjmë halal këtyre personave dhe t'ua kërkojmë përgjegjësinë te Allahu për këtë që hapin profile të rrem, Allahu ju shpërblet. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuk ka dyshim se kjo është çështje e ndaluar me haram. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men ghashana falaysa minna. Kush na mashtron neve nuk është prej neve. Nuk është prej cilësive të muslimanëve me të testuar muslimanët e tjerë. Nuk është e duhur. Me të testuar të këshyri që po bën. Po ti këto veçje të këshyri apo ti të e bën, këto dallim. Një vëlla musliman për shembull e hap një adresë me një emër një femrës, ti shkruaj një vëlla tjetër ta këshysh shkruar. Ky halos ka reaguar, ma ti veçje të e bën haramin. Po ky është mashtrim, ose e kundërta, pa marr cilë do që tjetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shpjeguar për njerëzit kur komunikojnë mes vete, ka thonë, kur thirr dikush, edhe kur e pyet kush je ti, nuk lejohet me thonë une, si cili jena une. Duhesh me kallëzue emrin tënë, mbiemrin ose me çka nifesh në popull. Hina ty bu Balligjoni, bu Kastraveci, çka shkruaj? A që shtu shru se ti kush pa përgjithësi s'kije? Se bu Balligjoni, çka as me kërkush as kur gjon. Bën tekfir ato, bën ato, qit ato, 100 dallavere. O bas, a bën me kallëzu ti kush je, i kuna je, ku jeton, çka bën, cila është jeta jote, familja jote, feja jote, se na me di kush je ti. Ja, e bu filonin. Dhe një prej çështjeve të mashtrimit është vendosja e emrave me të cilët nuk njihet në popull mas pari, edhe emrat të cilët dëshiron me bë mashtrim. E njëri që nuk emrin e bë dëgjoni, mos e kom, bëre malë diçka e ti. Ish ku gjëjq? Bërllëk. E bë dëgjoni. Kush është e bë dëgjoni këtu? Kur kush është? More që shtirë baba jetë, nëna jote të shtëpia që shtirin. Katuni, njerëzit, qyteti, lagja, që njohin tyje. Me që ato du të më paraqitë. Dhe kushdo që paraqitet me emër të rreshëm, është mashtrues. Kushdo që paraqitet me emër të rreshëm, është mashtrues. Veçanti nëse bën pastaj provokimet ta këshyri që po përgjigjetaj, ta këshyri që po përgjigjet ky, që po thotë që po thotë ky. Kjo pastaj është çështje tjetër, është çështje harame, është nuk duhet me provokue njerëzit, as vllaznive, as motrave më shkruaj, më këshyri që po thotë, se s'bën kjo është haram, kjo është me nxit 50% të gjunamut, ose me thonë edhe shejtani vetë që të punë bën, se shejtani kur do i ka njerëzit për dorë atë bën çeto. Ai vetë që bën çfarë propozimin që she bën tatana, ky ja një marrë me çështje tjetër edhe ndodha që ndodha Allahu a'lam.